vetë dhe ka qenë shumë sfiduese që të pranohesh, sepse kishte kritere mjaft larta. Biles në një bisedë, sepse kolegji ku unë kam studiuar, unë mora fatmirësisht bursë të plot direkt nga kolegji, që ishte pabesueshme për mua që arrita ta marr, mirë po kur pan CV-n tim dhe kur i pan arritjet e mia, ata ma hapën derën edhe studiova atje. Kolegji ka qenë si kolegji prallave, mund të them, sepse ishte në zonën periferike të Varshavës, ishte pra brenda qytetit, mirë po ishte nga fundi i qytetit, edhe ishte brenda një pylli të madh. Edhe duke i sikur Hogwarts i Harry Potter, t'jepte një përshtypje të tillë. Edhe brenda kolegjit kishim edhe një pallat, sepse ai ishte rezidenca e domethënë e udhëheqësit të Polonisë shumë kohë më herët. Dhe në një diskutim që i kisha me zëvendës rektorën atje në Poloni, i thash pse nuk ka të tjerë nga Ballkani perëndimor, sepse përveç se që studiova atje, me njerë më zgjodhen edhe si udhëheqës të studentëve. Ishim 4 kolegë student që na përzgjodhen që t'jemi përfaqësues të studentëve, zëri studentëve tjerë. Edhe unë e hapa më njërë këtë diskutim kur e kishim darkën e parë ne studentët udhëheqës në kolegj, edhe më tha po Elion, për ne më rëndësishme është që të kemi kualitet dhe jo kuantitet, jo sasi. Jo sasi. Kështu që kjo më la shumë përshtypje dhe atëre kuptova se çfarë rëndësie kishte edhe kolegji, po edhe se çfarë sfide. Shumë kritere të vështira dhe e shoh që sepse janë shumë pak studentë, unë kam studiuar me 35 nacionalitete të tjera dhe kemi qenë vetëm 122 studentë, kështu që ka qenë me të vërtet një arritje, po gjithsesi unë nuk mund t'i le pa i përmendur edhe për mua ka qenë arritje edhe në Tiranë, sepse dhe Tirana ka qenë ambient i ri për mua. Unë kur shkova nga Prishtina në Tiranë nuk njihja njerëz atje, nuk i njihja as profesorët, edhe ishte komplet një sfidë për mua, po edhe atje u vlerësova shumë. Thash dola në fund me medalje të artë dhe më pëlqen, domethënë komunikimi, po komunikimi politik sidomos, sa i përket çështjeve evropiane sidomos, ka qenë gjithmonë... E ke bën një lidhshmëri goxha të mirë, goxha interesante në këtë aspekt. A duke komplementuar njëra tjetrën gjithmonë? Patjetër. Shife, mua më pëlqen të jem edhe aktiv, sidomos e përmenda këtë pjesën e promovimit të perspektivës evropiane të Kosovës. Më pëlqen shumë ta promovoj këtë perspektivë, sepse e shoh si të ardhmen tonë të vetme që e kemi. Edhe kjo ka qenë shumë e rëndësishme dhe po e them, ndoshta suksesi më i madh ka qenë që kam depërtuar jashtë, domethënë organizoj evente në Vjenë, organizoj evente në përgjithë Evropën, ku mbi të tjera jam edhe trajner, sidomos sa i përket edhe edukimit mediatik, po edhe marketingu digital, në të njëjtën kohë sepse jam marrë me të dyja, edhe kam qenë në vende të ndryshme në Athinë, Prag, në Tiranë, ku kam qenë trajner, edhe është shumë e rëndësishme për mua që përçoj këto vlera të trinj të tjerë në për Evropë, dhe ta bëj një lloj promovimi edhe për vendet tona, se ndonjëherë mund të ketë paragjykime për vendet nga vim ne, mund të ketë paragjykime edhe për Kosovën, edhe për Shqipërinë, edhe derisa nuk takojnë persona që vinë nga këto vende, sidomos në vendet e Evropës perëndimore, kanë disa stereotipe sa i përket vendeve tona, u mundojmë t'i thyej këto stereotipe, këto paragjykime për ne, që s'janë të vërteta. Se s'janë vërteta, po vazhdojnë t'jenë. Edhe në një farë forme të përballemi me to. Po vazhdojnë të përballemi me to sepse zakonisht vjen nga mungesa e informacioneve ose edhe nga mungesa e kontaktit drejt për drejt. Derisa e vizitojmë, për shembull, Shqipëria u bësh trend jashtëzakonshëm gjatë kohës sa po studioja unë, biles lajmi më i madh atëherë kur isha në kolegj ishte që po hapej kampusi i tretë në Tiranë. Edhe për mua ishte fantastike dhe po ju thoja gjithë kolegëve të mi që imagjinoni, domethënë Varshava, sidomos tani në këtë periudhë janari është shumë e ftohtë. Me minus 15, minus 20, nuk e di kur i pash temperatura që i kishte nxjerrë një shoqe imja këtë ditë, tash vetëm dimrin e Varshavës nuk e du dhe nuk mungon fare. Po kur e hapën kampusin në Tiranë, thash, të paktën kur do të studiojnë në Tiranë
student nga gjithë Evropa, edhe të shkojnë në Tiranë dhe të shohin që të paktën Tirana e ka klimën mediterane, është qytet që unë e du shumë, e kam një lidhje të fortë emocionale me Tiranën, për shkak se edhe kam studiu vetë dhe kam thënë që do të jetë një mundësi fantastike që ta njohin edhe kulturën shqiptare, që të jenë të përballen ditë për ditë, mund të ketë normalisht që gjëra që u pengojnë, se për shembull komunikacioni, që trafiku është shpesh i tmerrshëm, edhe mënyra si i japin makinës në për vendet tona në Ballkan, ju duket pak shok kulturor personave tjerë që vinë nga vendet e Evropës perëndimore, por gjithsesi unë besoj që është përvojë shumë e mirë, sepse përballen për herë të parë me bukuritë shqiptare, me kulturën shqiptare, që është jashtëzakonshme. Meqense e përmendë trafikun,